Viti 2025 ka sjell një epokë të re për industrinë e serialeve turke, duke vazhduar traditën e tyre për tërhequr miliona shikues, jo vetëm në Turqi, por në të gjithë botën. Serialet turke kanë fituar një reputacion të jashtëzakonshëm për tregime emocionuese, aktorë të talentuar dhe prodhime me buxhet të lartë që konkurrojnë me standardet ndërkombëtare. Këto seriale kanë arritur të pushtojnë ekranet e televizioneve dhe platformave digjitale në mbar globin, duke u bërë pjesë integrale e kulturës popullore në shumë vende. Një histori i mashtrimit dhe drejtësisë. Sahtekar Lar qëndron si një nga serialet më të pritura të vitit 2025, duke sjellë në ekran një histori intensive që eksploron kufitë e vërtetësisë, mashtrimit dhe drejtësisë. Ky serial, i prodhuar nga kompania prestigjioze Ai Yapım për platformën Now TV, ka gjeneruar interes të madh që nga faza e parë e zhvillimit, fal kombinimit të një skuadre të talentuar artistike dhe një skenari që premton të mbajë shikuesit në prag të ndenjësës. Në qendër të Sahtekar Lar gjendet një pyetje themelore që ngre debate etike dhe morale. Kush është mashtruesi i vërtet në një shoqëri ku secilit i duhet të fshehë një të vërtet për të mbijetuar? Ky koncept filozofik shërben si shtyllë kryesore e narrativës, duke e bërë serialin jo vetëm një dramë breselënëse, por edhe një reflektim të thellë mbi natyrën njerëzore dhe kompleksitetet e moralitetit në botën moderne. Sahtekar Lar eksploron tema të rëndësishme që janë relevante për shoqërinë moderne. Në zemër të serisë gjendet pyetja e integritetit moral në një botë ku kufit midis së vërtetës dhe gënjeshtrave janë shpesh të paqarta. Seriali sfidon shikuesit të pyesin veten se çfarë do të bënin në situata të ngjashme dhe si do të navigonin përmes dilemave etike që karakterët ballafaqojnë. Një aspekt tjetër i rëndësishëm është eksplorimi i drejtësisë dhe sistemit ligjor. Përmes karakterit të Ertan, seria ekzaminon mënyrën se si avokeria dhe gjyqësori funksionojnë në realitet, duke hedhur dritë mbi korrupsionin, presionet politike dhe sfidat që profesionistët e ligjit ballafaqojnë në përpjekjen e tyre për të gjetur drejtësinë. Pushteti dhe ndikimi i tij korruptues është një temë tjetër qendrore. Sahtekar Lar shfaq se si dëshira për pushtet mund të transformojë individët dhe të shkatërrojë marrëdhëniet duke krijuar një cikël të dhunshëm të tradhtisë dhe hakmarisë. Familja në qendër të historisë shërben si një mikrokozmos i shoqërisë më të gjerë, ku lufta për pushtet dhe status i ndikon jo vetëm individët, por edhe komunitetet të tëra. 2. Zerhun, një titull misterios për një histori enigmatike. Zerhun është një serial që ka mbajtur një profil relativisht të ulët, krahasuar me disa nga prodhimet më të bujshme të vitit, por kjo nuk e zvogëlon rëndësinë e tij në peizazhin e serialeve turke të 2025-s. Titulli vetë ngjall kureshtje, duke qenë një fjalë që nuk është e zakonshme në gjuhën turke dhe që krijon një aura misteri rreth serialit. Edhe pse informacioni detajuar publik mbi Zerhun është ende i kufizuar, kjo i shton një dimension intrige projektit. Në një epokë ku çdo aspekt i prodhimeve të mëdha shpërndahet gjerësisht përmes mediave sociale dhe kampanjave marketingu, qasja më e mbyllur e ekipit të Zerhun sugjeron një strategji të ndryshme që synon të mbajë audiencën në pezullim dhe të krijojë një efekt më të madh kur detajet përfundimtare zbulohen. Edhe pse spekulative, ekzistojnë disa tema që janë veçanërisht relevante për kontekstin bashkëkohor turk dhe që mund të eksplorohen në Zerhun. Këto përfshin çështje të identitetit dhe përkatësisë në një shoqëri në transformim, tensionet midis traditës dhe modernitetit dhe pasojat e urbanizimit të shpejtë dhe ndryshimeve ekonomike. Çështjet e gjinisë dhe rolet sociale janë gjithashtu tema të rëndësishme që shpesh eksplorohen në seriale turke. Ndërsa shoqëria turke vazhdon të evolojë, ekziston një interes i madh për histori që eksaminojnë mënyrën se si individët, veçanërisht gratë, navigojnë përmes strukturave tradicionale, ndërkohë që kërkojnë autonomi dhe vetë realizim. Serialet që trajtojnë tema të psikologjike dhe ekzistenciale kanë gjetur gjithashtu një audiencë të apasionuar. Këto prodhime shpesh eksplorojnë pyetje thelbësore mbi kuptimin, qëllimin dhe natyrën e realitetit, duke ofruar përmbajtje që stimulon mendjen dhe që inkurajon diskutime të thella. 3. Sakinçali, një serial që sfidon normat.
Sakin Çali qëndron si një nga serialet më intriguese të vitit 2025, duke ofruar një perspektivë të freskët dhe të guximshme në peizazhin e serialeve turke. Titulli vet, që përkthehet si I papërshtatshmi apo I padrëshiruari, sugjeron një histori që sfidon konventat sociale dhe eksploron karaktere që gjenden jashtë normave të pranuara shoqërore. Serialet që marrin tema të vështira dhe karaktere jo konvencionale, shpesh ndërmarrin rreziqe që mund të jenë ose shumë të suksesshme ose të diskutueshme. Sakin Çali duket se ka zgjedhur të ecë në këtë linjë të hollë, duke ofruar përmbajtje që stimulon dhe sfidon shikuesit ndërkohë që I argëton ata. Një nga aspektet më tërheqëse të Sakin Çali është fokusi I tij në tema sociale që shpesh janë tabu apo të trajtuara me kujdes në media mainstream. Serialet që trajtojnë tema si shëndeti mendor, stigma sociale dhe eksperienca e individëve të marginalizuar ofrojnë një shërbim të rëndësishëm duke ndriçuar çështje që janë shpesh të pareprezentuara apo keq kuptuara. Sakin Çali duket se ka zgjedhur të ecë në këtë linjë të hollë, duke ofruar përmbajtje që stimulon dhe sfidon shikuesit ndërkohë që I argëton ata. Sociale dhe si individët që nuk përshtaten në këto kategori navigojnë përmes një bote që shpesh I refuzon ata. 4. Tashagjak Budenis, një histori e pasionit dhe mbijetesës në brigjet e detit të zi. Tashagjak Budenis qëndron si një nga serialet më vizualisht mbreshlënse dhe tematikisht të pasura të vitit 2025. Seriali, I prodhuar nga OGM Pictures për TRT1, është drejtuar nga Çarri Bayrak dhe shkruar nga duoja e fuqishme Aishe Ferda Eryilmaz dhe Nehir Erdem. Ky ekip krijues sjell me vete një reputacion të shkëlqyer për krijimin e dramave intensive që kombinojnë elemente të dashurisë, konfliktit dhe eksplorimit të thellë të karaktereve. Titulli vet, që përkthehet si Ky det do të mbush apo Ky det do të vërshoj, krijon një imazh të fuqishëm poetik që sugjeron forca të pakontrollueshme natyrore dhe emocionale që janë gati të shpërthejnë. Kjo metafore detit që fryhet dhe kërcënon të vërshoj shërben si një simbolizëm për emocionet intensive, konfliktet e pathjeshtueshme dhe fatkeqësitë e paevitueshme që karakteret do të ballafaqojnë. Tashagjak Budenis sjell në ekran historinë e njerëzve që luftojnë me kushtet e vështira të maleve dhe detit. Rajoni I detit të zi në Turqi është I njohur për peizazhet e tij dramatike, ku malet të larta takojnë ujërat e errta dhe shpesh të trazuara të detit. Kjo gjeografi ofron një sfond mahnitës për serialin, por gjithashtu krijon sfida të veçanta për personazhet që jetojnë në këtë mjedis të ashpër. Jeta në brigjet e detit të zi historikisht ka qenë e formuar nga marrëdhënia intensive me detin. Peshkimi, transporti detar dhe ekonomia e lidhur me burimet natyrore kanë qenë themelet e jetesës për komunitetet e zonës. Megjithatë, kjo varësi nga deti sjell gjithashtu rreziqe të konsiderueshme, stuhitë e papritura, kushtet e vështira të motit dhe realitetet e ashpra të punës fizike intensive. Serialet që vendosen në mjedise specifike gjeografike dhe kulturore ofrojnë një mundësi për të eksploruar mënyrën se si mjedisi formon karakteret, vlerat dhe mënyrën e jetesës së njerëzve. Tashagjak Budenis duket se shfrytëzon plotësisht këtë mundësi, duke krijuar një histori që është thellësisht e rrënjosur në vendin e saj. 5. Gylere dhe Gjunaher. Një dramë intensive mbi sekretet, tradhëtinë dhe dashurinë. Gylere dhe Gjunaher qëndron si një nga serialet më ambicioze dhe emocionuese të vitit 2025, duke sjellë në ekran një histori komplekse që kombinon elementet e dramës familjare, romantikës dhe thrillerit psikologjik. Titulli vet, që përkthehet si Trondafila dhe Mëkate, krijon një kontrast poetik midis bukurisë dhe babazonisë, dashurisë dhe tradhëtisë, sipërfaqes dhe asaj që fshihet në thellësi. Ky serial, I prodhuar nga NGM dhe drejtuar nga Deniz Kjan Çelik, transmetohet në Kanal D çdo javë, duke tërhequr një audiencë masive që ndjek me frymë të ndalur zhvillimet e ngjarjeve, me një ekip të talentuar aktorësh në krye me Murat Yildirim dhe Cemre Bajsel. Seriali ka arritur të krijojë një bazë të fortë fansash që diskutojnë çdo detaj në media sociale dhe që prishin me padurim çdo episod të ri.
Në qendër të gyllërve gjynallar, gjendet Serhat, i interpretuar nga Murat Yildirim, një biznesmen i suksesshëm që ka ndërtuar jetën e tij mbi vlerat e ndershmërisë, besimit dhe përkushtimit familjar. Serhat është portretizimi i burrit të përsosur, i suksesshëm profesionalisht, i përkushtuar ndaj familjes së tij dhe i respektuar nga komuniteti i tij. Ai ka punuar shumë për të arritur suksesin e tij dhe beson fuqimisht në vlerat që kanë udhëhequr gjatë jetës. Megjithatë, kjo imazh e përsosur shkundet deri në themel, kur Serhat zbulon një sekret të fshehur prej kohësh nga gruaja e tij, Berrak. Kjo zbulim e detyron atë të përballet me një realitet që është në kundërshtim të plot me atë që ai besonte se e dinte për jetën e tij. Sekreti që del në shesh nuk është vetëm një gënjeshtër e vogël apo një keqkuptim, por diçka aq thelbësore sa që kërcënon të shkatërrojë gjithçka që Serhat ka ndërtuar.